Përshëndetje miq të nderuar dhe mirë se erdhët edhe në një video të re në kanalin tim. Nëse ju pëlqen përmbajtja ime, ju lutem të më bëni një like, subscribe dhe një koment. Në një jenë do të hedhim 5 vezë të freskëta, ju nga frigoriferi. 1 gotë sheqer, 1 sheqer vanilje, përzijem të gjitha së bashku, 100 ml vaj, 1 pluhur përpjekje ose peciv, një gotë qumsht, masën do ta përzijem për 1 minutë. Më pas do të hedhim 3 gota të plota me miell, 1 gotë që ka 200 ml. Të mbëlsirë mësova nga nëna ime, shpresoj që ta përgatisni edhe ju, sepse vërtet ka një shije fantastike dhe ja vlen ta provani. Shtojmë dhe miellin e mbetur. Masën do ta ngjeshim mirë derisa të fitojmë një formë rrethore. Tani vazhdojmë brumin që ta punojmë me duar. Pasi që kemi ngjeshur mirë brumin, tani e kemi gati për të bërë topat e vegjël. Që do t'i bëjmë shumë të vogël, sa një arr. Furrën e kemi parangrohur në 200 gradë, ku do ta bëjmë pjekjen për 20 minuta. Përderisa është duke u pjekur ëmbëlsira, ne do të vazhdojmë me përgatitjen e shërbetit. Në zjarr kemi vendosur 400 ml ujë dhe do të hedhim 3 gota të plota me sheqer, ku 1 gotë ka 200 ml. Shërbetin do ta ziejmë 15 minuta. Si që janë pjekur ëmbëlsirat, vazhdojmë që t'ja shtojmë shërbetin e ngrohtë, ndërsa dhe ëmbëlsirat po ashtu njëjtë ngrohta. Unë zbukurova me nga pak kokos përmbi, ndërsa ju mund të zbukuroni me çfarë do që të dëshironi. Nëse ju i përgatisni, ju bëfshin mirë. Shpresoj që t'ju pëlqeu kjo video. Më suportoni me një subscribe. Mbështetja juaj do të thotë shumë për mua. Ju faleminderit.